Kushdo që agjeron këtë ditë, vërtet është një ditë shumë me vlerë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shpytur për vlerësimin e ditës së 10 që të njohë njohët dita e Ashurës. Tha agjerimin e ditës së Ashurës, pra ditës së 10 të muajit Muharram, tha pejgamberi sallam e llogaris ato te Allahu xhel xelaluhu që të i fal mëkatet e një viti të kaluar. Pra është e preferuar që të agjerohet dita e 10. Dhe më e preferuar është që të agjerohet dhe një ditë para, apo një ditë mbrapa, apo nëse bën që të agjerohet kushdo në agjeron dhe 3 ditët, të 9-ën, të 10-ën dhe të 11-ën, apo a bën dhe një ditë, Sheh Islami ibn Taymija rahimahullah tha bën dhe një ditë, përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka agjeruar edhe vetëm as ditën e Ashurës, dhe këto janë ato vlen ato vëllezër që Allahu xhel xelaluhu na i dhuroi me këto tekste të veçanta, por shpërblim të veçantë, me të cilën na nuk duhet që na të shpërfillim dhe të humbim, për arsye se jemi shumë të nevojshëm që na të agjerojmë apo të fitojmë, e veçanërisht në këtë fillim të vitit, që na fletat tona të pastra mos të shkruajmë në to vetëm se vepra të mira. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.